U lidhe në namaz, e lexove surën El-Fatiha që është kryesorja. Është kryesorja dhe është ajo e cila i unifikon të gjithë muslimanët e të gjithë globit. Nuk ka namaz pa Fatihatul Kitab, pa surën El-Fatiha, thot profeti alayhi salatu wasallam. Çdo musliman duhet ta mësoj surën El-Fatiha. Ai i cili është i ri se ka mësuar akoma, vallahi duhet ta mësoj. Surja El-Fatiha ka mirësi, ajo është shërim, ajo është begati, ajo është bereqet, subhanallah. E përdor edhe për raste të tjera, për gjëra të tjera. Pra çdo musliman duhet ta di surën El-Fatiha. E lexove surën El-Fatiha dhe një sure tjetër. Do nisesh për në ruku. Do bish në ruku, Allahu Ekber. Kur të biesh në ruku, drejtoje shpinën. Bëje shpinën drejt, subhanallah. Falu drejt ashtu siç duhet me disiplinë. Në ruku neve edhe në sejdë nuk lexojmë Kur'an, se nuk lejohet me lexu Kur'an. Në ruku neve themi atë dhikrin, atë lutjen që na e ka transmetuar profeti alayhi salatu wassalam, Subhane Rabbiyal Azim minimumi. Pra i madhërisëm është Allahu xhaleshanu dhe patmeta është ai. Ky është kuptimi 3 herë. Në ruku vetëm madhërohet Allahu xhaleshanu, madhëron Zotin xhaleshanu. Dhe para përgatitesh për shkupër në sejdë, kurse në sejdë i shtrohesh Zotit xhaleshanu me kërkesat e tuaja, edhe me duat edhe me lutjet e tuaja. Sejdja është vendi më i dashur në namaz, pra një nga pozicionet që janë më të dashura tek Allahu xhaleshanu. Dhe po ta shikosh sejdën, pra vetë pozicioni i sejdës vesh ballin në tokë. Është gjëja më fisnike që ka njeriu, ballin. Ti ballin që ke gjën më fisnike nuk e përkul për askënd vetëm se për Allahun xhaleshanu, për krijuesin tat. Vallahi e meriton krijuesi i gjithësisë. E meriton askush tjetër me ju përkul. As në ruku edhe në sejdë përveç Allahut xhaleshanu. Vetëm atë e madhrojmë dhe vetëm atij i bëjmë sejdë dhe ruku. Në momentin që njeriu ulet në sejdë për Allahun xhaleshanu, aty mund të bëj prej lutjeve përveç lutjes që transmetohet Subhane Rabbiyal A'la, i lartësuar është Zoti patmeta. Mund të bëj prej lutjeve çfarë ti doj zemra edhe shpirti i tij. Dhe është pozicioni që je më pranë Allahut xhaleshanu. Është pozicioni që je më pranë Allahut xhaleshanu.